Bashku edhe ditën e sotme më 18 gusht, ku do të jemi për gjatë emisionit Ora Juaj deri në orën 8:50 minuta. Ne, si çdo ditë në fakt, emisioni është në transmetim live nga ora 7 deri në orën 9 nga e hëna në të premte. Në pjesën e parë të emisionit sigurisht që janë titujt kryesor të webit Ora News, e më pas vijojmë dhe bëhemi gati për të mirëpritur telefonatat tuaja në 2 numrat e telefonit që shfaqen menjëherë në ekranin tuaj në orën 7:30 minuta pas hapësirës publicitare. Sigurisht që ne do ta nisim këtë fash të parë të këtij emisioni me titujt kryesor në webin e oranews.tv. Do të ndalemi në rubrikën Nga vendi menjëherë. Video pamjet e para nga djegja e skafit në Porto Romano që shkaktoi 4 të plagosur. Video kontrole intensive gjatë sezonit veror në Vlorë Sarand procedohen 21 drejtues mjetesh. Emrat, pamjet. Shpërthen motori i skafit, 4 të plagosur nisen drejt Tiranës, 2 prej tyre me djegje të rënda në trup. Njëri prej të plagosurve deklaron motori mori flak nga benzina. Ama 79 marrëveshje për përsëritjen e shërbimeve audiovizive nuk ka prova për kufizim të konkurrencës. Shpërthen skafi në Porto Palermo, plagosen disa persona. Është po i njëjti lajm me 4 të plagosur, 2 prej të cilëve, ashtu sikurse e tham, janë nisur për mjekim të mëtejshëm drejt Tiranës. Pamjet aksidenti në valun e Dejes, zjarrfiksja përfundon në kanal. Zjarret në hotelin e Vlorës, inxhinieria deklaron, inspektorët e ishtit nuk zbatuan ligjin. Video. I plasin ujrat urbanit të Kamzës në kulmin e Vapës. Në Thonjza pra i plasin ujrat, titull interesant, i zgjedhur kështu me kujdes nga webi Ora News, ndërkohë që ecim me të tjera artikuj. Gonxhia deklaron se siguria e pushuesve dhe standardet në strukturat akomoduese prioritet absolut. Video Nufi, ndërhyrja nga toka dhe nga ajri për fikjen e zjarreve në Dajt, Puke, Mirdit, nuk ka rrezik për banesat. Tërbuni 4 ditë në flak, zjarret shkëmbruan masivin pyjor. Zjarri në Lufa i del jashtë kontrollit, një tjetër artikull që vjen për sa i përket flakëve të zjarrit që kanë përfshirë disa territore në Shqipëri. Flakët avancojnë në Madh dhe në zona të banuara. Ngjarja në Fiere e paralajmëruar, zbardhet dëshmia e Rozalina Plakës. Refiti më tha se do t'ju shuaj si fis. Bëhet fjalë pikërisht për ish-dhëndrin që vrau ish-vjerrën dhe mori peng ish-të fejuarën e tij dhe më pas u vetvra në automjet në kontakte dhe me efektivet e policisë për ta neutralizuar. Ecim me të tjera zhvillime në këto momente. Zjarri del jashtë kontrollit në Bulqiz, flakët përhapen në qaf Helms. Është një tjetër artikull që flet po për situatën e zjarreve. Lejoj ndërtimin pa leje të Biçbarit, lirohet i shefi i komisariatit të Sarandës. Video Puk kapet duke kultivuar 105 bimë narkotike, 58 vjeçarja arrestohet edhe për armbajtje pa leje. Ecim mëtej. Policia kufitare ndalon 5 mjete lundruese në qytetin e Sarandës, gjobiten pronarët. Pamje, aksidenti pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, përmbyset automjeti. Qenie antidrogë zbulon kanabis në kufi, ndalohen 2 të rinj në Qapot.
Pas dorëheqjes së Sarben Sarës, emërohet drejtori i ri i komanduar i shërbimit të zjarfikës. Maturantët në garë për mjekësinë e përgjithshme, rreth 1400 kandidatë testohen për 436 kuota. Shtatë vatra aktive zjarri dhe 3 në monitorim, 467 forca në operacion. Situata e zjarreve, pra me 7 vatra dhe 3 në monitorim, është për të paktën 24 orët e fundit, ndërkohë që ditën e sotme sigurisht që do të kemi përditësime se sa është numri i vatrave të zjarrit të cilat janë ende aktive. Ecim me të tjera zhvillime në këtë moment. Aksidenti tragjik në qytetin e Durrësit, arrestohet shoferi i taksisë, zbardet të dëshmia e parë e 26 vjeçarit. Aksident në Unazën e Madhe në Fark, përmbyset makina së bashku me një padrom ka të plagosur. Vatër zjarri afër puseve të naftës në Drenov të Mallakastrës. Arsel Kanabisi, arrestohet 58 vjeçari në Puk, i sekuestrohet edhe arma e zjarrit. Ecim po në rubrikën nga vendi me të tjerë artikuj. Lur, dita e 7 e betejës me zjarret, 150 forca në terren, vatra drejt izolimit. Pra është një situatë problematike kjo edhe për sa i përket përhapjes së flakëve në parkun kombëtar të Lurës. Ashtu sikurse ishte edhe një telefonues ditën e djeshme, i cili tha se flakët janë problematike, por me sa duket vatrat e zjarrit në Lur janë drejt izolimit. Vijon vatra e zjarrit në qaf Helms të Bulqizës, ndërhyrje nga toka e pamundur, kërkohet mbështetje nga ajri. Kontrolle për monopatinat në shëtitorin e qytetit të Durrësit, sekuestrohen disa mjete elektrike. Foto me pankarta në duar, të rinj protestojnë përpara SPAK, kërkojnë drejtësi për dosjet e mëdha të korrupsionit. U ekstradua nga Britania një ditë më parë, GKO lë në burg Giuliano Hoxhën. Video aksidenti rënd në zonën e plazhit në Durrës, taksia përplas një këmbësor. Zjarret në Dibër, 3 vatra aktive, flakët në Lur pranë banesave, rrezikohet përhapja drejt matit. Pra është një artikull i publikuar pak më herët në faqen e webit të Ora News, teksa një lajm që lexuam pak më parë fliste për situatën e cila ishte drejt normalizimit për sa i përket flakëve në Lur. Arrestimi i Yllizallës, policia njofton njoftim zyrtar, u vëzhgua me dron Bayraktar, si u zbulua vendi ku ai fshihej. Specialistët në prodhimin e bombave artizanale i dyshuar për atentatin e Rinasit ku ekzekutua Gilmando Dani dhe Muço Sheljani. Kush është Yllizalla? Vazhdon radha kilometrike në qaf bot, automjetet presin për orë të tëra në kufi. I shpallur në kërkim pas atentatit në Rinas, djes arrestohet Yllizalla, një ditë më parë ju vendos tritol në banes. Me pra ishin këto artikujt kryesor në rubrikën nga vendi, sigurisht që nëse kemi të reja po nga kjo rubrik, i lexojmë pak më vonë, ndërsa në këto momente i hedhim një sy titujve kryesor dhe artikujve kryesor në rubrikën politik.
Banorët e Divjakës sërish në protestë kundër bashkimit me Lushnjën. Një artikull që ka të bëjë pikërisht për ndarjen e reformës territoriale dhe shkrirjen e të paktën 15 bashkive, ku është kundërshtuar nga qytetarët e atyre bashkive që kërkojnë të shkrihen dhe të bashkohen me bashkitë përkatëse. Ecim me të tjerë artikuj. Video mbahet protesta e në ditën e saj të 79 në Tiranë me të njëjtat kërkesa. Kolliçi, paratë e shqiptarëve trajtohen si buxhet personal i Edi Ramës. Enzi ngre alarmin për drejtësinë shqiptare, Meta është i burgosur politik, Shqipëria po përjeton momentin e saj në vallëni. Çfarë fshihet pas shkrirjes së 15 bashkive? Shella deklaron në një intervistë për Euronews, lëvizjet e partive kryesore të motivuara thjesht nga interesat elektoral. Partia e Lirisë deklaron dështimi i sezonit turistik, fakt tronditës, as propaganda e qeverisë se mbulon dot. Lemallari deklaron, pra ministri, në policinë e shtetit do të ngrihet njësi e re për krimet mjedisore. Ecim më tej me të tjera artikull në këto momente. Kjo nuk është Tirana europiane, Xhixho denoncon gjendjen e mbeturinave. Qyteti po mbytet nga plerat, mjaft me propagandë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron vendi është totalisht në duart e krimit. Lemallari mashtron qytetarët. Ylli Zalla u dorëzua vet. Pra flet për arrestimin e Ylli Zallës, ashtu sikurse u deklarua dhe e lexova në një tjetër artikull të mëparshëm në rubrikën Nga vendi, ashtu sikurse kishte deklaruar edhe ministri Lemallari që u evidentua nga dronët Bayraktar dhe më pas u bë mundur arrestimi i tij, gjë të cilën zoti Berisha e kundërshton. Ecim me të tjera zhvillime në këto momente. Lepenica, 14 martirët e qaf Palmirit nuk harrohen. Krimet e komunizmit nuk mund të fshihen nga trashëgimtarët e tyre politik. Ina Zhupa, pra deputetja e Partisë Demokratike, deklaron vetëm një autor shqiptar në 10 librat e rekomanduar nga Kumbaro, sinjali gabuar për nxënësit. Promovimi i librit shqip duhet të jetë prioritet. Siguria e pushuesve nuk mund t'i lihet rastësisht. Neo Malcoria kërkon hetim të thellë për zjarrin në hotelin në Vlorë. Ka patur reagime të shumta për sa i përket zjarrit në fundjavë në hotelin në qytetin e Vlorës në Lungomare, ndërkohë që ecim me të tjera artikuj dhe të tjera deklarata nga eksponentët politik. Tregu audioviziv rrezikohet nga monopolizimi. Bozo deklaron, ama po refuzon të reagojë ndaj ankesave të operatorëve kabllor. Ministri Sala në qytetin e Korçës deklaron se ngrem shërbimin e geriatrisë, modeli i ri kujdesi për të moshuarit. Divjaka 17 ditë në protest kundër bashkimit me Lushnjën. Qytetarët deklarojnë, historia dhe tradita kundërshtojnë reformën, shkrirja është politike.
Deputeti i mazhorancës denoncon prerjet e pyjeve, nuk kemi ku ankohemi. Pra ishin këto artikujt kryesor edhe në rubrikën politik, ndërkohë që do të shkojmë në një tjetër rubrik në këto momente, dhe është rubrika rajon. Të shohim se çfarë na ka rezervuar pikërisht webi i oranews.tv. Regjistrohen raste të reja me fruth në Kosovë, shkon në 137 numri i të prekurve. Sarajeva thyen rekordet e turizmit me mesazhin e bashkimit përmes muzikës dhe kulturës. Eci mëtej, a është veriu i Kosovës gati për reduktimin e KFOR-it? Është një artikull me pikpyetje. Kushdo që ka interes për të lexuar në brendësi të saj, besoj duhet të jetë një artikull analizë. Haradinaj Kosova po shet qymyr në Maqedoninë e Veriut, ndërsa blen rrym me mbi 1 miliard euro. Aksident me 2 të plagosur në Prizren, makina përplaset me kamionçinën dhe përfundon në burrin e servisit. Ka shkuar vetë, me sa duket. Bashkimi Evropian i jep dritën jeshile urës së Ibrit. Osmani deklaron hap historik drejt bashkimit të Mitrovicës. Zema i deklaron qindra pacient me kancer po detyrohen t'i blejnë vetë varnat. Video rrëzohet helikopteri gjatë uljes në ishullin grek, 6 persona humbasin jetën. Partia Demokratike e Kosovës me kërkesë të re drejtuar Deharit, seanca konstitutive të thirret nesër. E kërcënoi me jetë Albin Kurti në Facebook, ngrihet akt akuze ndaj të dyshuarit. E si mëtej, Lipsa ankohet të naip për heshtjen e qeverisë në detyrë lidhur me ndërheqjen e ministrave. Eci me një tjetër artikull, edhe pak në rubrikën rajon, sekuestrohet dhe kthehet në Gjermani BMW-ja X6, prokuroria e Pejës e jep detaje. LDK-ja refuzon ftesën e Haxhiut. Abdi Xhiku deklaron se për ne ajo është deputete, takohemi vetëm me Kurtin. Mirë, kemi parë disa prej artikujve kryesor në rubrikën rajon, ndërkohë që shohim se çfarë kemi në zhvillimet ndërkombëtare dhe sigurisht në ato zhvillime që na vijnë nga vizita e Kushner në Izrael. Dhe artikulli i parë ka të bëjë pikërisht me këtë. Kushner dështon të bindë Izraelin dhe Hamasin për planin e paqes në Gaza. Duket sikur se vizita e tij nuk ka sjell asgjë për sa i përket paqes, dorëzimit të plot të armëve nga Hamas e më pas
tërheqjes së ushtrisë izraelite nga bregu perëndimor. Izraeli shenjë një rënje prej 53% të kthyer, ndërsa largimet të rriten. 6 viktima nga përmbytjet historike në Indiana. Një zjarr i madh përfshin një park kombëtar të Slovakisë. Alarm në Sicili, hiri i Etnas prek kufirin ajror. Donald Trump urdhëron reduktimin e manovrave ushtarake. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Korea e Jugut duke i cilësuar si sinjale armiqësore. Londinezëve u kërkohet të qëndrojnë vigjilent pasi kërcënimi i zjarreve mbetet i lartë. Pra në Europë flasim për zjarret, ndërsa në pjesën tjetër, në Kaliforni, Shtetet e Bashkuara, flasim për përmbytje dhe rrëshqitje dherash, viktima nga kjo situatë. Ecim me një tjetër artikull, po me zhvillimet ndërkombëtare në këto momente. Rrëzohet një dron i ardhur nga Bielorusia mbi territorin e Letonisë. Presidenti i Kolombisë i kërkon Donald Trump ezullimin e tarifave pas tërmetit që goditi vendin. Ekonomia e Kinës ngadalësohet në të gjithë sektorët. E frikshme. Nuk meritojnë të jetojnë. Ministri izraelit bën thirrjen për vrasjen e më shumë palestinezëve në Gaza, 30 deri në 40 persona çdo ditë. Paratë për armët e Ukrainës përfunduan në një fabrikë në Bosnjë, kërkohet biznesmeni kroat. Katër vende europiane ndihmojnë Belgjikën të frenojnë në zjarrin në Pyje. Ecim edhe pak në rubrikën nga bota. Kushner i kërkon të mos pengoj planin, Netanyahu refuzon armëpushimin në Gaza, CNN zbulon detajet e takimit 4 orësh. Nëse keni interes mund ta klikoni dhe mund të gjeni në brendësi të artikullit pikërisht se çfarë flitet në lidhje me vizitën e Kushner ditën e djeshme, bisedimet që kanë zhvilluar me Netanyahun, por ashtu sikurse e lexuam edhe në artikullin e parë në rubrikën nga bota, nuk ka mundur dot që të arrijë marrëveshje për paqen. Dronët britanik që Ukraina po përdor për sulme të thella brenda Rusisë, për të sulmuar thellë brenda Rusisë. Ecim më tej me të tjerë artikuj. Kryeministri çek kërkon falje pasi mblodhi lule në një zonë të mbrojtur. Trump kërcënon Omanin, do ta bombardojmë nëse pengon marrëveshjen me Iranin. Përplasje rënd mes dy varkave në brigjet e Kanës, 10 të plagosur dhe një 22 vjeçar i zhdukur. Mirë, pra ishin këto disa prej titujve kryesor në rubrikën nga bota. Hedhim një sy se çfarë ka rubrika ekonomi. Pekshi turizëm, guid për investitorët mbi potencialin e turizmit shqiptar.
Ecim edhe pak video ku qiu ndanë opinionet, turistët e huaj në Vlorë, ushqimi mirë dhe njerëz miqësor. Video subvencionet ulin koston dhe nxisin investimet. Blegtoria në Durrës trefishon në numrin e krerëve. Video pas dite vere në Sarandë mbushur me turistë. Tatimet shtojnë kontrollet ndaj tregtisë online në fokus formalizimi dhe konkurrence e ndershme. Banka e Shqipërisë leku mbi çmohet 3.2% në tremujorin e dytë, investimet e huaja direkte u rritën në 12%. Eci më tej, bizneset online me mira ndjekës në Instagram, por të paregjistruar vetëm 2.000 të rregullta. Video Ibrahimaj, AIDS po krijon mundësi të reja, investimi në të gjithë vendin. Kaos në serverin e tatimeve, sistemi nuk fiskalizon faturat për një jave, bllokohet aktiviteti i bizneseve. Pra, ishin këto edhe titujt kryesor. Ndërkohë që jetim një sy lajme të fundit, 20 vjeçari francez gjendet i pajetë në Ksamil, dyshohet se u vra me thik pas se një konflikti, identifikohet autori, shpallet në kërkim. Nëse hidhni një sy pikërisht janë lajmet e fundit në 7:22 minuta, ndërkohë që në një tjetër artikull për sa i përket lajmet e fundit janë ka të bëjë me temperaturat, vranësira, rreshja e shiut dhe ulje temperaturave në vend, parashikimi i motit për ditën e sotme. Kemi edhe 1 minutë nëse jam e saktë apo jo, por gjithsesi shkojmë në rubrikën nga sporti dhe më pas Dortmund e rikthen te kampionët, lojtari shihet si opsion edhe për Shqipërinë. Duhet parë si për kë bëhet fjalë, gjithsesi kush merr vesh nga sporti e di shumë mirë. Video Shtanget Parisi, Paris Saint-Germain bie në Francë. Lens fiton Superkupën dhe Skela feston trofeun e parë. Futbolli së ardhmes, 2000 robotë zbresin në Pekin. Interesante. Rodri bëri në Barcelonë një ëndër të luaj për këtë ekip. Pra ishin këto artikujt kryesor edhe në rubrikën sportive. Ora shënon 7:29 minuta dhe ne do të shkojmë me njëherë në hapësirën publicitare dhe me njëherë pas hapësirës publicitare bëhuni gati për të telefonuar në 2 numrat që do të shfaqen në ekranin tuaj dhe ne jemi këtu për t'i mirëpritur ato. Shkojmë në publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Ora Juaj, ashtu sikurse thash vetëm pak minuta më parë ne duhet të ishim gati për të mirëpritur telefonata tuaja, por me sa duket ende nuk jemi, kështu që do të vazhdojmë edhe pak me leximin e titujve në webin e oranews.tv. Jemi në rubrikën nga sporti dhe do të vazhdojmë aty ku e lam. Në fakt, Shqipëria në lojrat mesdhetare, Taranto 2026, Gonxhia deklaron rritën mbështetjen për sportistët elitarë. Pamje Beach Valley, Shkodra 2026 në Velipoj, 3 ditë sport dhe spektakël në Bregdet. Neymar bëhet i pari që largohet nga fusha për shkak të rregullit të ri.
Tani ose kur, Barcelona hyn në fazën vendimtare për Julian Alvarezin. Formula 1, Lewis Hamilton i përmirësuar i jep vetes notën mesatare. Tani është koha të flasim. Harry Kane i dërgon mesazh të qartë Bayernit për rinovimin. Jorgo Mendes, arkitekti në thonjza pra i transferimit të Moreiras të Milani për mbi 50 milion euro. Kupa e Italisë, programi plot i 4 ndeshjeve të sotme dhe kanalet e transmetimit. Po, një tjetër artikull që ka të bëjë me Moreirën. Milan siguron Diego Moreirën, 45 milion euro për mbylljen e marrëveshjes brenda pak ditësh, zbuloni pozicionin e tij. Faleminderit nga zemra. Gimi, Atalanta i jep përshëndetjen kapitenit të kombëtares shqiptare. Formula 1 drejt revolucionit nga viti 2027 mund të shtohet gara Great Sprint. Asistojnë Dakun e Mitaj, 2 futbollistët e kombëtarës ishin protagonist me Spartakun dhe Gjoja. Mirë, këto janë artikujt sportiv, ndërkohë që hedhim një sy edhe zhvillimeve nga kultura. Video, Aiden Nora sjell monofonin Gjirokastra 3 ditë që përcjell brez pas brezi. Rritet interesi për thesaret e trashëgimnisë. Qendra muzeore Berat priti mbi 61.000 vizitor. Marubi rikthen pas 7 dekadash bashkëpunimin John Mili Picassos. Robert De Niro mbush 83 vjeç, historia e një prej aktorëve më të mëdhenj të Hollywoodit. The Kiss, puthja apasionante e Gustav Klimt, një gërvishje tunduese e fshi për që drithëron me një dehje të Florint. Për ndjekje e fatit të keq e të rriturit pa dashuri. Ne dhe ju është një tjetër artikull, ndërkohë që ecim edhe pak po në rubrikën nga kultura. Ëndra si e vetmja mburoi në sfidat krijuese. Letra e Modiglianit nga Venecia për mikun e tij piktor. Ecim më tej. Anthony Hopkins, legjenda britanike e aktrimit.
dëshmon tashmë si kompozitor se jeta është ëndër. Pse epokat e mëdha të akullit u shfaqën në një periudhë të vonshme të jetës së tokës. Atë Leonardo de Martino, ati franceskan që mëkoi me dije dhe dritë, atë Gjergj Fishta, shpirtin dhe penën e shërbesës së Shqipërisë. Ajo ishte tashmë një yll, ai thjesht i dha një emër, Marilyn Monroe, që do të vetinte në qiellin e famës. Katër fëmijë në shitje në thonjza, fotografia dhe e vërteta që u bë një plagë në ndërgjegjen e Amerikës së pasluftës. Porta e Parajsës, një nga stolitë më mbreslënse arkitekturore të traditës islame. Eci më tej. Pena e poetit, përmenda e shpirtjeve të pasionit dhe magjisë zjermëtare të ndijimit. A është kjo shpellë në Turqi, vendi ku Homeri shkroi Odisen? Nëse keni interes, sigurisht që mund të klikoni në webinorenews.tv, shkoni në rubrikën kultur dhe e gjeni artikullin. Bianca e Otello, e pafajshmja e anetemuar, pasqyra morale e tragjedisë shekspiriane. Gondja deklaron gërmimi arkeologjik në Poloni të dhënat e reja mbi monumentin e qytetit antik. Poloni inaugurohet statuja më e madhe Virgjëreshës Mari në Europë, 55 metra e lartë. Kur braktisja e mendimit e shndron të keqen në normalitet, çdo kohëja e alarmit të Hannah Arendt. E bukura dhe femra, një udhëtim në kohë mes adhurimit dhe ndryshimit. Mirë, pra, kemi mbaruar kështu edhe artikujt kryesor në rubrikën kultur. Tashmë jemi gati të mirëpresim telefonatat tuaja. Në dy numrat e telefonit që keni në ekranin tuaj, 68 60 54 639 dhe 068 99 00008. Sigurisht mos i harroni edhe Instagramin privat të kolegut Klodi Karaj nëse doni që të shkruani privatisht atje,
ose edhe në numrin e telefonit që një pjesë e mirë e juaja sigurisht që e ka. Jemi në pritje të telefonatës së parë në këtë pjesë të dytë, kur është në 7:43 minuta e martë, 18 gusht. Jemi kështu në 20 ditëshin e parë pra të muajit gusht. Një pjesë e mirë e juaj ndoshta i ka kryer pushimet, ndërsa pjesa tjetër vijon të jetë ende me pushime, disa të tjerë ende nuk i kanë marrë. Gjithsesi, e kemi telefonatën e parë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, nuk di si të them zonja, zonjush. Zonja unë. Po ju mund të thoni si doni. Atëherë, urime për emisionin. Kam një diçka në problemin e bashkëshortës, për problemin e pensionit. Po. Kam mbyllur në fakt, ajo merr një pension të pjesëm, dhe vitet e punës në fakt, kur ka dalë në pension. Në 2014, ne kemi mbyllur 36 vite pune. Në fakt, asaj rezultojnë 34 vite pune, si mbas të dhënave të sigurime shoqërore ku kemi shkuar, e 3 muaj e 15 ditë. Domethënë nga pensioni plot i ligjërisë, ajo është diku për 15 ditë. Që ta merrte pension të plot. E kemi kërkuar të sigurime shoqërore, nuk e kemi kërkuar që atëherë se edhe i çik nga ignoranca jonë nuk kuptoshin për këtë gjë. E keni kërkuar më vonë? E kemi kërkuar më vonë. Edhe për këtë sigurime shoqërore na japin të dhënat simbas të dhënave që kanë dalë në kompjuter. Nuk na japin ato të dhënat që ne në fakt i kemi mbyllur edhe që i kemi pasur në libres pune. Megjithatë, unë kam ndjekur edhe me këtë, kam bërë një rishqyrtim pensioni. E kam kërkuar nëpërmjet e Albanias. Edhe ajo zonja që na ka thënë që na kanë ndihmuar, do presh përgjigje rreth 40-40. Për të marrë përgjigjen. Nuk e di si duhet ta bëjnë në verifikimin. Në fakt dokumentat e fotokopjeve, dokumentat simbas të fotokopjeve simbas origjinales që i kemi mbyllur, i kemi ruajtur. Edhe i kemi bërë përsëri në kërkesën e rishqyrtimit pensionit, kemi dhënë edhe të dhënat simbas këtyre dokumenteve që kemi. Në mbas librezës punës, 36 vite. Edhe nuk e di si do ta bëjnë, si do bëhet verifikimi. Do bëhet në verifikimi nëpërmjet faqes pasqyrës që del në kompjuter, simbas të dhënave, apo do verifikojnë edhe një herë dokumentet origjinale që i kemi mbyllur në atë kohë. Kam përshtypjen se ata do bëjnë rishikim, pra dhe duke verifikuar edhe një herë dokumentet origjinale. Po. Edhe përgjigje, kur mund të kthehet, përgjigjen mund ta marrë. Po, përderisa ju kanë thënë për 40 ditë, kështu që për 40 ditë duhet të prisni patjetër. Të pres 40 ditë. Atëherë kisha edhe një ditë. Nëse ju e keni kollaj, nuk e di sa ditë keni që e keni bërë aplikimin. Zakonisht po bën gati një muaj. Një muaj. Mund të interesoni nëse keni afër që të shkoni fizikisht. Po. Edhe të pyesni edhe një herë. Po. Megjithatë, ajo zonja na tha. Megjithatë ajo zonja që na ndihmojnë e Albanias, të dhënat do vinë këtu te Vusta dhe mund të vija përgjigje. Prandaj po them. Për këtë problem. Megjithatë kisha edhe një diçka tjetër. Po. Unë dua të falenderoj Klodin për një emision se pat edhe unë një problem pensioni, pension plot pleqërie, e në fakt mu zgjidh këtë problem. Nuk më jeshë një 18.000 lekë të vjetër, si mbas ligjit që doli që në janar, edhe i mora, në fakt, kur mora senjën e muajt gusht, në kishë plotësuar të gjitha. Dhe më thënë, falenderoj Klodin, po, më zgjidhër, falenderoj Klodin, për interesimin që bëri dhe e, më dha një përgjigje të saktë, dhe për të jam shumë i kënaqur, edhe me emisionin të është i saktë. Edhe i ndihmon, ka ndihmuar shumë, realisht, për të i... Zorin keni ndihmuar shumë, emisioni juaj ndihmon shumë,
shumë persona për sa keni në dorë. Të falenderoj shumë. Edhe për te ju falenderoj, ju ja përshëndetet e mia dhe një ditë e mbar e suksesën punën tuaj. Ditë mbar edhe për juve. Faleminderit. Ja pra një telefonues mjaft pozitiv. Kot nuk thonë që çdo mëngjes është një fillim i ri, kështu që nisi atë me një falënderim në zemrën tuaj, ashtu sikurse edhe zotëria. Mirpresim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zotëria gazetare. Mirëmëngjesi zotëria. Të përshëndet Xhaxhajna te Verena. Tani. Faleminderit. Jo me vëmendje. Po. Si do shpëtoj Shqipëria në ata traktar dhe armikët e vendit që janë më të keq se Serbi e se Greku. Tani, Enver Hoxha e mbaki 45 vjet, armiku i madh i vendit. Tani e kanë marrë zagat e di Sali Berisha që ka ti gjatë në këtë vend. Edhe Vikri Saqrama që po shatisi Shqipërinë dhe po e shet. Tani lutem dhe familje tanë që kanë dalë në Tiranë, Tekje, Plata. Të ngrihemi të gjithë e të vemi në Tiranë, të nxjerrim në asyra këta traktarët e vendit, që po na pinë gjakun kanë 36 vjetë, këta kriminella që na ministri, që na avokati, që na doktori, këta janë bashkë, janë ushtarët e partisë punën që i ka mësuar Enver Hoxha që në 45 deri sot që po na pinë gjakun. Prandaj, o popull, o vëllezër, o motra, të shpëtojmë në këta kriminella, këta në këta traktarë. Në të gjambisa të Sali Berisha, Enver Hoxha, Sali Saqrama. Këta janë armikë të mëdhenj, qorin e kanë të shpëtoj vatani. Se këta janë për miliardera, janë 200.000 familje, armikë të Shqipërisë që tonë jemi komunista me këtë ka luftuar, kanë 85 vjetë. Po na luftoj neve, na morën jetën të 25 vjetë, tani na përdu familjë. Këta tratarët e komit përna qori, o familje, o djema, o burra. Qori ta shliroj batani se këta komunistat nuk luftuan me Grekun e me Gjermani, po luftoj me neve, ta një të vëndit. Prandaj, o shqiptar, o shëtumi na sheshi. Ti luftojnë këta dhe me gjithë familje, ti tjekim, jo ti përshëm. Të falenderoj zotrit, të falenderoj dhe keni të drejtë që jeni kaq i irrituar. Gjithsesi, faleminderit edhe një herë, të uroj një ditë të mbar. Mirpresim një tjetër telefonant, sigurisht që duhet t'i lëm radhën edhe telefonuesve të tjerë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zonjë. Desha të pyesja zonjë për Më thonë. Jo. Po, ule pak zërin e televizorit që të më dëgjosh, se të kthehet zëri mbrapsht. Po. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Desha të pyesja për diçka. Më thuaj. Burri im ka thyer këmbën te puna. Po. Edhe u operua me hekura në këmbë, vajti gati 3 muaj. Edhe mori një raport 2 muaj. I dha doktori aty. Se isha 2 muaj me atë. Edhe tani vajti te puna i thanë që e kemi dorëzuar. Vajti atje tek sigurinë shoqërore dije, se tani u ngrit ai që lëvizte dot. Njëri skemi aty. Të dy unë janë të mu në karrocë. Edhe i thonë që nuk të takon se je në pension. Tani ne duam të dim vetëm një të vërtet. Tani pse nuk i takon ti, ai 100.000 lekë pension ne. Ai punon, ne punojmë nga halli, ai vetëm në punë nga halli, se ka një të sëmur brenda, me oksigjen, ka 5 vjet që rroj vetëm me oksigjen edhe në karrocë. Tani mos marrë atë raportin. Pra nuk i kanë dhënë pagën për për muaj që ishte sëmur. Jo, nuk i kanë dhënë asnjë gjë, atje u aktiventua në punë edhe ata me vrap vajtën nga pas se mos na imronte policinë e bindën burrin tim, edhe i thanë do t'i marrësh të gjitha dhe ato të tëra që të takojnë do t'i marrë. Le që s'ka marrë asnjë gjë. Po tani i thonë që nuk të takon raporti të sigurimit shoqërore.
Tani edhe ne të shket, edhe ai me zi lëviz. Edhe unë, të si që tash, unë jam me oksigen, jam 5 vjetë, edhe në karot, ma një kem qesharak, as një ndim se as gjë, po është puna që nuk i takon. A i që punon nga halli, nuk punon se është... Po pra, por zotria ka qenë i pasiguruar tek... Ka qenë i siguruar, është i siguruar të puna. Te puna, ka paguar të gjitha, ka 10 vjetë e ka jo punë. Edhe në momentin që doli në pension, është vazhdon të jetë i siguruar? Po, edhe ka pensionit punoj. Edhe i pyetja ka për siguracione, jo, ne s'bajnë pa siguracione, je i siguruar tek neta. Po u bë proces verbal i aksidentit në punë? Jo, me nuk bën gjë, po thonë për të shpëtuar kokën e tyre ata. I vajtën nga pas në spital, gjëra si ku paguan ja 200-300.000 lekë të doktori. Edhe e mbyllën me burin tim që të mos hapte gojën për të mos dëmtuar punën. Pas daljes në pension, sa ko punoj bashkëshorti juaj, po tek... Ka një vit, ka gati 2 vjetë po vete, 2 vjetë që ka dalë pensionin, 2 vjetë që po punon të kjo punë. Po, që po punon këtu. Po, edhe tani nuk dim ku të ankohemi, kuj të theni. Thash mund, a i nuk dilte dot. Unë po, si që po të them, kam 5 vjetë roj me oksigen, me një kem 120.000 lekë merja. Tani e kanë bërë 150, këndë. Talen me në të shketët. Unë jam në karrotë, nuk lëviz fare, vetëm për në tualet lëviz. Në qartë. Unë i kam fëmijët, o di po qatu marë atyre shpirtin, janë me fëmijë. Janë me nga 3 fëmijë, qatu marë djeve, shpirtin të marë vetëm tani. Ati e divet, ju divet sa janë rokat aty. Edhe nëse u shqenë. Po tani me qëra jemi, vetëm mja dhe unë. Me qëra paguaj qëra muaj për muaj. Në qartë. Do më lini një numër telefoni, sepse nëse do arrim të pyesim të lutem. Edhe emrin tuaj. Mere numrin tim. 069 27 84 po. 289. Emri? Suzana Lukani. Okej. Faleminderit. Mbajta shënim, kështu që edhe në bashkëpunim me kolegun Klodi Karaj do interesohemi të shohim se çfarë mund të bëhet me raportin që do ju kërkojmë personalisht ju dhe më pas se çfarë mund të bëjmë për juve. Shkojmë në hapësirën publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit Ora Juaj. Dhe jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit Ora Juaj për të mirëpritur telefonatat tuaja në 2 numrat e telefonit që shfaqen në ekranin e Ora News. E kemi në telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Nadia mirë. Pa shëndot kuj këna rona. 2 herë ma djekë shpija pasha krishtin s'ma kanë dhoni 10 leksh, as i kilesh e tjerë, as kanë armëm, po vetën zjarë fiksat tim kanë fik, medet që kanë ardhë, po që në faqen e borë medet. Ka stani kanë nëllë medet tasë, nuk kanë qef për realitetin, e nëllin medjen mas me folë. A mërë vesh se kush jonë tamaj. Mu djekë 2 herë mu djekë më arë zjarë fiksa me fik shpin, edhe mas me ardhë, mas me taloni 10 leksh, mas me të një mund për kurzion, vetën me të fut në burë këtë ja morin me një këtëne. Me mojtë tonë këtë lektorie, mas me njofti 100 lek, me i hongër mundin nënës 8.000, e ka pas me dalë 50 vjeqe, e qitën 60 vjeqe, edhe ja hëvjallën normat, ja poshtërsun të në mënyrët, edhe e bon me i ble 500.000 lek një vjetë punë. Mu mi hongër në 4 vjetë, po të këna apliku, këna kërku një me ndonë, a dalë në bensin mërë. Si ka shkojnë këta mërë, ka shkojnë të kriminella mërë, a djetë zion mërë. A drojnë zotin të njerëz mërë.
Si bojnë kështu? Kush e merr? E merr I pamunumi. Kja rreziku I njerëzimit pra. Kja mjen këtë mu që për ta spërdit. Më më shfirdi mor. Më më shfirdi mor. Pse me të gozhdu kështu mor? Pse me të gozhdu kështu mor? Pagume, rrezikume, shkume, erdhme, vujtme, pa kur gjo. 100.000 lekë pension. Ai, administratori për porën që ka kënë kooperativ, e qiti me 16 vjetë punta, e qiten me 14. Po pse me 14? Kuj qove 2 vjetë? Pse më bone me e ble pep se pep 500.000 lekë? Atë 10 vjetë punët. E qiti 14 vjetë, ai, kuj e qiti 18 vjetë. Mas 9-8 fëmijë. Me pakelja shtetit ishin bo apartamente për këtë boj. Për më rritë fëmijë. Jo me I djekë shpinë, me qëllim. Kush kune goshta që unë rrugë bolle? Kush ka I teli që e volle në dështë e ble? Ku jonë shtyllat e korendit që pa shakrytet e të fëmijë më dështë me I ble? Ku jonë të punë? Kush I banë të punë? Kush I banë? Kush I banë? Pse për ta sa? O, jemë dhe të bërtas desit bëhëm dresi I shpirtit. Po unë ja kam kushtu zotit, jo dresit. Po desit ngrinë të hora, të pa besë. Këta kesh fjartë, ti, e kush dhe si kjo në Shqipëni, unë dhe të luftoj për ftyrën teme, për shetën teme, për punën teme, për jetesën teme. Unë së ndojnë një këta, të e në për Shqipëzuk, e në trahtarë të Shqipënisë. E kam thonë qysh fillim dikur të I studje, të e jonë trahtarë rumi, trahtarëve e për Shqipëzukve. Ta di me matrikullu shë terrorisë, nuk matrikullu të tërgjoja. Ta të bëjmë në shqit në dhil, e në shi, e në borë, Faleminderit zotri, faleminderit shumë që ishit edhe ditën e sotme prezent në emisionin Ora Juaj si për herë në fakt në këtë emision. Mirëmëngjesi, nëse kemi të tjera telefonata, nëse jo bëmi gati që të mirëpresim, sigurisht që 2 numrat e telefonit I keni në ekranin tuaj. Ku mund të telefononi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Nuk ka faj asnjë, e kupton çfarë bën në Shqipëri, ai thot 105.000 lekë pension invalid në karrierë, ky thot 100.000 lekë. U kam në ndihmë me 70.000 lekë. Po kam tjetrin që është invalid, ka fëmijë me 300.000 lekë muaj. Pa e kupton çfarë bën në rrugë, a e kupton ku si jetojnë këto njerëz më burr. Ta mos kërë fëmijë jashtë ta kanë vdek për këtë klysh puçe. Kjo është pisi më I madh në vend që është sot. Po pse duhet ta nisni kështu? Wallahi, se kjo është klyshi më I madh. Mund të telefononi, po pa ofendime, pa u marrë me politik. Nuk kemi gjetur në një zgjidhje nga politika, që është e vërteta. Përveç se jetojmë atë që na është përcaktuar, ai 100.000 lekëshi për pjesën më të madhe të pensionistëve. 70.000 lekë pension minimal, 87 në fakt. 90 derisa fillon një rritje graduale vit pas viti dhe shkon në 100 e ca. Kështu që telefononi në 2 numrat e telefonit, por pa ofendime, pa atë gjuhë të përdorur. Kështu që jemi gati të mirëpresim telefonatat tuaja. Nëse e kemi, nëse jo, ju rikujtoj edhe një herë 2 numrat e telefonit 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Keni edhe Instagramin Klodi Karaj. Nëse doni që të shkruani privatisht, mund t'ja adresoni drejt për drejt shqetësimin apo problemin tuaj kolegut. Ndërkohë që sot dhe deri të premten do të jemi së bashku në emisionin Ora Juaj për shkak edhe të pushimeve të gjata, duhet të thënë, që ka marrë Klodi Karaj. Mirë. E marrë sot 18 gusht. Koma presim. Si tha
Telefonuesi nga Shkodra. Dhe më kujtua, banet mirën e hidhen det, mos ta ditë peshku, ta ditë Zoti vetë. Më kujtua nga telefonuesi që ishte pak më parë, Nadia Mirë. Më pëlqen Nadia Mirë. Ju presim telefonatat tuaja, jemi ende në pritje, ora shënon 8 minuta, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Nuk e di nëse më dëgjon telefonata. Mirëmëngjes. Unë jam duke I fol, po përgjigjes po marr. Mirëmëngjesi. Presim edhe pak sekonda derisa telefonuesi apo telefonuesja të më dëgjoj mirë dhe të më kthej një përgjigje, ose mund ta mbyllësh telefonin dhe të lërosh linjën për një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Mirëmëngjesi. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Po. Urime për emisionin. Faleminderit. Edhe ditë të mbarë sot. Faleminderit. Populli thotë që demokraci. Po demokraci të përshoqur nuk ka në asnjë vend të botës. Jo në Shqipëri që nuk ekziston fare. Ky nuk është sistem demokratik, ky është sistem kaotik. Ku ka krime të vazhdueshme dhe nëse ky krim do rritet akoma më tepër, atëherë do quhet kaos. Dhe mbas kaosit fillon lufta civile. Prandaj që nuk populli ja fut kot demokracinë se ka bërë bota akoma, jo ta bëjmë neve. Po. Ju uroj shëndet dhe gjithë të mirat. Faleminderit shumë zotri. Faleminderit shumë. Ju uroj ditë të mbarë. Dhe keni kujdes nga temperaturat, qëndroni në shtëpi, mos dilni pas orës 11 sepse ka temperatura të larta të paktën deri në orën 4 të mësdites ose 17. Mi presim një tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Dëgjo. Po. Nuk jam dakord me atë parafolsin. Po. Sepse për demokracinë. Po, për demokracinë. Sepse këta protestuesët nuk kam se ta kthej në luftë civile. Po. Se ne nuk duam të bijem në feshtatën, zonja gazetare. Po. Ju duhet I ndërprisni me njëherë, kanë të drejtë të protestojnë se në Shqipëri ka shumë halle populli, por aman një gjë të dish, të kthehet në luftë civile, po ne vram 3.000 veta në feshtatën. Dhe një diçka tjetër kam. Shiko, zotria nuk kërkoi luftë civile. Zotria nuk kërkoi luftë civile. Tha që po shkojmë drejt asaj. Po jo, dëgjo. Ja e dëgjova shumë mirë, se unë jam dëgjuese rregullt e televizionit juve. Faleminderit shumë. Kam shumë respekt, qoftë për Klodin, qoftë për atë para juve gazetare, qoftë për juve. Faleminderit. Po nuk mund të shkosh në luftë civile se vriten njerëz. Një e para. Ata që dalin atje, kam thënë gjithmonë, të krijojnë polin e tretë, një parti, të takojnë me kryeministrin, të paraqesin të tëra kërkesat, dhe pastaj të kalojnë në zgjedhje të pushtetit vendor. Nuk është puna këtu luftë civile.
Në lumë civile ku vritet mull, vritet ti, vritet fëmija im. Absolutisht. Pa ta pardje uzun me njëri tjetrin. Nga i të them, populli shqiptar ka shumë hale. Dhe kam dhe një diçka tjetër. I bëj thirrje kryeministrit, t'i jap një bonus për këta pensionistët, të dhe ata në linç, sepse kariket e parlamentit ne nuk na duhen, 1.200 euro, një karike që i thonë 1.200.000, 400.000 euro i thonë nafta dhe benzina, ata janë bërë miliarder, këta të ngrien, për këto të ngrien zonja gazetare. Shikon si dolet praja, pra këto janë halët që duhet të ngrien. Ç'është ky tender që hapet në kuvend, ç'është ky tender, u marr vesh, ç'është ky tender, ç'është kjo karike 1.200.000 euro. Keni të drejtë pra. Ja ku bjem dakord. Si gazetar, duhet i parashtroni këto kërkesat tona. Nuk vuaj për buka i më blen karike 1.200 euro. Po patjetër që i parashtrojmë. Ja ta themun. Ka kutulet ta ulan balla, ose ai tjetri ky babi. Nuk kanë kutulen këta, e kanë kariken, apo peleshi. E vriten, di që ato bashortim, u vriten ato të ndënjura. Po jo kështu tani që në mëngjes, lutem. Populli nuk ha bar, ha buk. Faleminderit shumë për telefonatën tuaj. Dhe jesh shumë e mira. Faleminderit edhe një herë. Të uroj ditë mbar. Ditë mbar. E po, kështu thon, kur i shkon thika në palë, do flasin qytetarët, se aty i ka shkuar. Mirëmëngjesi telefonata tjetër. Alo? Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. U respektoj sepse jeni televizion i mbi të gjitha i paashëm. Faleminderit shumë. Diçka për protesta. Protesta duhet të ketë kërkesa më konkrete, më specifike, dhe të krijoj grupin e drejtuesve, nëse e ka krijuar, duhet të marrë takim me kryeministrin, t'i shtroj kërkesat specifike, t'i vërë afat, dhe pastaj të kërkoj realizimin e tyre. Në mos realizohen, pastaj të vazhdoj protestën. Jo kështu, sepse s'ka kuptim të bëhet protesta pa marim. Është 2-3 muaj, mund të vazhdoj edhe një vit dhe njëjta gjë pa arritje konkret. E qartë. Por një pyetje, pse mendoni ju që duhet të jetë ai poli i tretë? Dhe jo, kërkesat i kanë parashtruar protestuesit. Po duhet të jenë më konkrete. E para, duhet ulet numri i deputetëve, sepse Shqipëria është zvogëluar 1.400.000 janë asjanë. Duhet të ulet mbi 50% rroga e deputet. Duhet me çmos që të kthehen emigrantë, të kthehen një pjesë, për shumica e tyre nuk kthehen, që të investojnë në Shqipëri, të bëkemet ekonomia, bujësia, industria, e ndërtimet e meradhë. Por Shqipëria është shumë e vështirë që të bëhet, sepse pasojat e shkatërrimit që i bë i krye kriminali, krye tradhtari i kombit shqiptar, Sali Berisha me shokët e tij, duke prishur fabrika, uzina, kombinate dhe u larguan të rinjtë, u larguan shqiptarët sepse s'kishin ku punonin. Këto janë pasoja. Po mirë ai që se ka kuptuar akoma. Pasojat të varfërimit të Shqipërisë dhe të paksimit të popullsisë janë shkatërrimi i ekonomisë, sepse ikën njerëzit s'kishin ku të punonin. Kështu që shumë e vështirë të bëhet Shqipëria. Edi Rama ka shumë faj, protesta, thash, edhe mund të vazhdoj, po jo pafundësisht, sepse duhet të arri objektivin. Edi Rama faj kryesor e ka, sepse lekun e shqiptarëve e ka shpërdoruar si letër higjienike, e ka quajtur. Kështu e ka përdorur dhe nuk ka tani buxhet për të rritur pensionet, për të rritur përkraje sociale, paka shumë edhe rrogat. Në rregull, faleminderit zotri. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbar.
Edhe ju dhe kushdo që telefonon çdo ditë në emisionin Ora Juaj, sigurisht që të gjitha shqetësimet tuaja janë të drejta. Mirëmëngjesi telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ti një, Sonira 2 jeni yjet e ekranit për zotin. Mashallah zotin. Valla jeni gotë më të mirë, më të qeta. Sot ju rujt të gjithë familja. Faleminderit shumë. Mashallah. Faleminderit. Ju uroj ditë të mbarë edhe për juve dhe familjen tuaj. Faleminderit, e vlerësoj shumë realisht. Mirë presim një tjetër telefonat në 2 numrat e telefonit të shfaqur në ekranin Ora News. Jemi në pjesën e tretë, ora shënon 8:18 minuta, nuk e di pse shiko kam me 8 gjithmonë këtë orën, 8:18 minuta, 8:08 minuta. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Gazetare. Po. Respekte për ju. Faleminderit. Ule pak zërin e televizorit, sepse dëgjoj zërin tim. Po. Akoma në Shqipëri ekziston komunizmi. Sepse në krye e kemi të rrënjosur. E në verit. Akoma janë kryeshet e në verit në drejtim. Por shqyqyr që u ngritën protestuesit dhe do t'i zhdugin këtë parti komuniste që akoma është në drejtim. Do t'i zhdugin ato që janë protestuesit më të mirë në botë. Kjo është e vërtetë, është vetmja protestë në të gjitha këto vite që është ngritur pas një flamur politike dhe pa bindje politike. Shumë ndërjet. Prandaj, ata që delin këtu, janë patronazhist, kriminal, që fëllin për protestën, jo po ka kokën, jo ka komët, jo po pse ka që gjatë, jo po ka që shkurta. Ata që kanë delë të protestues, nuk jemi më të mençur se ata. Ata e ka menduar çdo gjë. Dhe e dinë se ku do arrin në një përfundim. A keni dalë një herë në protest? Keni dalë në protest? Unë të betohem jam invalid nga rrethimatit, por kam gocën në Tiranë që ditë për ditë del protest. Është inxhiniere, Tiranë. Mos e thua emrin. Jo, emrin s'thua se këtu jemi akoma komunizëm. Kështu që e le me kaq. Faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë, zotri. Ju dhe familjes tuaj. Kështu që mirëpresim një tjetër telefonat. Nuk e di pse më iku zotria pa e përshëndetur ashtu sikurse do duhet ta përshëndesja, por që shpresoj që më dëgjon. I uroj ditë të mbarë. Edhe vajzës që është në Tiranë. Në 2 numrat e telefonit mund të telefononi në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Sigurisht jemi gati të mirëpresim telefonatat tuaja për të dëgjuar atë se çfarë ju shqetëson, apo qoftë edhe një përshëndetje nëse jeni duke konsumuar kafen e mëngjesit, ashtu sikurse unë që e konsumoj së bashku me ju këtu. Ju në anën tjetër të ekranit dhe unë nga studio. Kemi edhe pak minuta përpara se të shkojmë në hapësirën publicitare dhe më pas të rikthehemi në pjesën e 4 dhe të fundit për ditën e sotme. Por sigurisht nesër do të jemi sërish bashkë në orën 7. 19 gusht nesër. Kështu që
Kemi kohë deri nesër. Të gdhjemi shëndosh, tha. Mirëpresim telefonatat tuaja në 2 numrat e telefonit që i keni të afishuar tashmë në ekranin tuaj. Jemi ende në 8:23 minuta, ku një pjesë e mirë ende duhet të jetë në gjumë, pjesa tjetër kanë konsumuar kafen sepse ngrihen herët. Disa e kanë bërë edhe atë shëtitjen e mëngjesit. E një shprehje thot të hapësh syt në mëngjes është motivi më i fortë për t'i thënë Zotit faleminderit. Faleminderit për gjithçka më ka dhënë. Mirëmëngjesi telefonata. Mirëmëngjes. Telefonuesi ose telefonuesja mirëmëngjes. Nuk më dëgjon. E qartë, mirë. Nëse duket ka bërë një gabim telefonuesi ose telefonuesja, kështu që shkojmë në hapësirën publicitare derisa të zhbllokohet linja. Publicitet. Ora juaj dhe ja, pra është pikërisht ora juaj për të telefonuar. Jemi në pjesën e 4 dhe të fundit për ditën e sotme të emisionit, kështu që telefonin në dorë, numrin, tak, e formoni, dhe më pas telefononi Bjezilja, pret regjia dhe më pas unë. Në 2 numrat e telefonit që janë të afishuar tashmë në ekranin tuaj, kështu që bëuni pjesë e emisionit si çdo ditë. Ne në fakt duhet ju falenderojmë që jeni të pranishëm çdo ditë për vite të tëra. E bëni edhe më të bukur emisionin, i jepni jetë. Mirëmëngjesi. U shkëput. S'ka problem, le ta ritentoj edhe një herë telefonuesi ose telefonuesja, kështu që ne presim ndoshta një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi, nëse e kam, nëse jo, jemi në pritje. Këtu jemi ne. Nuk mërzitemi derisa ju të bëheni gati. Data 18 gusht. Nuk di të ketë në një ngjarje historike më 18 gusht. Mirëmëngjesi telefonata. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Thjesht për të përshëndetur të mora. Faleminderit. Të uroj për drejtimin e emisionit që e ke marrë përsipër sepse. Faleminderit shumë. Ky është emisioni i Klodit, po. Është pak i vështirë me të thënë drejtën, sepse s'është habitati jon, por që përpiqemi t'ja dalim. Është pak i vështirë sepse me Klodin këta nuk marrin të analistët që analizojnë gjithë politikën shqiptare. Me Klodin marrin ata që kanë hallë, sepse që është emision ora juaj, thot Klodi, dhe vërtet ora jonë, sepse të janë zgjidhur shumë probleme që kanë pasur kohë si kanë zgjidhur dot. Dhe Klodi o ka zgjidhur punë ditësh. Kjo është e vërtet dhe me dispatin e tjerë, kështu që dhe unë prandaj them që pse e harxhoni kohën tuaj duke u marrë me politik kur realisht zonja Lili apo nuk gabohem? Po, Lili. Dëgjoj tash. Më thoni.
Ne mund të flasim tër ditën politika kështu. Po ç'na duhet në fund fare? Burra dhe gra janë ata që të mbështesin ata protestuesit atje dhe mos bëjmë gam për televizion, më fal për shprehjen ose për fjalorin që përdora, po të vemi të bashkohemi me ata dje me vajza dhe motra vëllezërit tanë atje, nëse duam të harxojmë të sistem. Nëse s'duam të harxojmë, pastaj të flasim për televizion, jo ky kështu ai ashtu, por nuk zgjidhim gjë. Është e vërtet. Kontributi i tyre duhet jepet atje ku duhet. Të përshëndes dhe të uroj shumë. Faleminderit. Të uroj ditë të mbarë edhe unë. Faleminderit shumë që telefonuat. E vlerësoj shumë telefonatën. Mirëmëngjesi telefonata tjetër. Ju përshëndes. Faleminderit edhe unë. Ju lutem krahasimi punëve që keni, subvencionet a kanë filluar të ndahen këtyre bletëve të aktive. Edhe një herë të lutem. Subvencionet të shatë pysi që të interesohi. E kujt? Të bletëve të aktive këtyre nga Ministria e Bujqësisë, ose Azhereja. Ja të pyes, edhe t'ju kthej një përgjigje se nuk e di nëse kanë filluar të shpërndahen apo jo. Për bujqësim, pra. Po. Okej, ja të pyes se nuk e di nëse kanë filluar të shpërndahen. Rraf më i bie dhe të përshëndet. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe sigurisht sa po të më vi një përgjigje do ju kthej edhe gjatë emisionit sot ose nesër. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbar. Mirëmëngjesi. Alo, telefonues. Alo, gazetare. Po. Më falni, jam ai personi që mora pak më parë. Po. Por kam një kërkesë. Po cili person që more pak më parë se nuk ju identifikoj dot nga zëri. Ai që thash për gocën që mos i tërgësh emrin se atë. Po. Unë du që një numër nga këto, numër që kënë në ekran, që jetë të futet ati në WhatsApp, në interneta, nuk mundet të bëhet kjo punë? Si? Ai që të telefononi juve në WhatsApp? Që telefonojmë futen në WhatsApp, që telefonojmë në WhatsApp. Kam WhatsApp në shtëpi. E qartë, nuk është e pamundur, është por gjithsesi, ja do ta flasim me teknikën nëse është e mundur kjo për nga shtatori e mbas, por gjithsesi besoj që kjo është mënyra e vetme për këtë lloj formati. Na falni. Faleminderit. Ju uroj ditë të mbar. Mirë, presim të tjera telefonues apo telefonuese derisa ta mbyllim edhe këtë emision për ditën e sotme. Mirë, unë bëra një kërkim për pagesat e skemës kombëtare, të cilat kanë hyrë në fazën e ekzekutimit. AZHBR-ja pra ka publikuar më 21 korrik listat e përfituesve për masat 1 deri në 4. Ku përfshihet edhe bletëria, ashtu sikurse i interesoi zotëria. Kështu që ajo që mua më kthehet një përgjigje është se për bletarët pra,
përfituesit janë shpallur, por që AZHBR-ja nuk ka publikuar deri tani një datë zyrtare. Ku fillojnë pagesat. Kjo është përgjigja që morën, gjithsesi nëse do kem të tjera përgjigje, do ju informoj edhe në minutat në vijim. Pra, ajo që bëhet e qartë është fakti se subvencionet kanë nisur të shpërndahen, më pas se si bëhet në kategoritë të caktuara. Ende nuk e ka marrë fiks të sakt për bletarët. Ne presim të tjera telefonues, të tjera telefonata, në 2 numrat e telefonit në ekranin tuaj, mund të telefononi. Jemi ende në pritje, jemi në 10 minutin e fundit në fakt të pjesës së 4. Për të mirëpritur telefonatat tuaja. Ndërkohë që përhidhja një syt datës 18 gusht, nëse ka ndonjë lindje vdekje të rëndësishme, ka plot. Për shembull 1830-ën, lindi Franz Josef i parë, mbreti austriak. Nga viti 1848 deri në 1867. Lindi po ashtu edhe në 1936 Robert Redford, aktor amerikan, dhe Angel Berisha, muzikant shqiptar. Mirë, mirëpresim telefonatat tuaja në 2 numrat e telefonit të afishuar në ekran, 068 60, i rikujtojmë edhe një herë 54 639 dhe 068 99 00008. Sigurisht, ashtu sikurse e kemi thënë her pas here, mund të kontaktoni edhe në Instagramin e kolegut Klodi Karaj. Kemi një telefonat në këtë moment. Mirëmëngjes. Si jeni mirë? Ne jemi mirë. Shpresojmë që edhe ju të jeni mirë. Ule pak zërin e televizorit se krijon një zhurmë që nuk dëgjohemi dot. Atë bonusin që ka dhënë ai gjati. Po. Për ne invalid të bashkia, si paguana nga bashkia, anda tako? Si që paguani nga bashkia? Ne invalid pra paralizumit. Ja të pyes që paguani nga bashkia. Gjithsesi, derisa të kemi një përgjigje, mund ta merrni edhe duke
Më dëgjuar nga ekrani, faleminderit shumë për telefonatën tuaj. Mirëpresim të tjerë telefonues, do t'i kthej përgjigje zotërisë. Ndoshta do kem një përgjigje deri në fund të emisionit. Përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. E kalove. Si? Kam të ditë ke nuk kështu me ta librezet. Edhe njerë. Me librezet e punës. Po? Pa da punu një 6 muj ke dekolli. Po? Edhe nuk ati e mora njërën, tjetën se mora librezën? Po, librezën e punës. Edhe kom artë këtu me film tjetër të shi, po ka thonë të shko ke Albania. Po? Edhe nuk e njohin fare. Nuk njohin librezën e punës? Po. Kjo puna e re? Po, kjo puna e re, po, bravo. Po për çfarë duhet të njohin atë librezën? Po, si është do di sa vite punë kam, sa s'kam. Po ti duhet të interesohesh te ISSH-ja? Urdhë? Te ISSH-ja? Po? Nëse e ke afër ndonjë deg, shkon edhe interesohesh, jep emër mbi emër, po? Numrin e kartës dhe thua sa vite punë kam. Sepse nuk ti njeh vitet e punës puna e re që ke shkuar, nuk ti tregon ajo. Ose nëse e ke kollaj në Albania, futesh. Edhe ke punë e re që jam tash? Po. Kam pas punu ti të puna e re, me qenë se je larguar nga puna tjetër, dhe i ke mbajtur ato në librez, vitet që ke punuar tek puna e vjetër, shumë mirë ke bërë, ato janë për ty. Tek puna e re, ti çon dokumentin në mënyrë që të fillosh punë i siguruar. Dhe ata të regjistrojnë dhe të fusin me sigurime ose jo, por që ti duhet firmosësh kontratën. Ke firmosur kontratë? Kontratë, ja. Pra, ti duhet të sqarosh kontratën tënde të punës te kjo punë e re që ke shkuar. Pra, nëse përveç pagës që ata të kanë ofruar, të kanë futur me sigurime apo s'të kanë futur me sigurime? Me sigurime, po. Nuk e di se nuk jam sigurt. Nuk kemi sigurt. Po pra, po duhet të sqarosh me punëdhënësin, me punën e re që ke shkuar. Dhe për të ditur ti vetë pastaj se sa vite pune ke në total, nëse nuk e ke për kollaj të kontrollosh vetë në Albania, shkon te ISSH-ja me kartën e identitetit dhe emër mbi emër dhe të tregojnë ato se sa vite pune ke. Dhe deri në çfarë muaji je siguruar. Janë derdhur sigurimet, pra. Po, të kuptova. E kuptove? Po. Pra nuk të njeh puna e re ato që të kanë siguruar te puna e vjetër, por të njeh ISSH-ja, nëse puna e vjetër ti ka derdhur kontributet apo jo. Unë atë ku jam tani, po. Pas punu edhe më përpara. Po. Po, nëse ti shkon te ISSH-ja, tek një sportel aty, fizikisht, ato të sqarojnë... Po, shumë mirë. Ato të sqarojnë me detaje se në cilat periudha je siguruar tek një vend apo tek një kompani apo tek një kompani tjetër ku ju keni punuar.
Dhe deri në çfarë muaj janë derdhur sigurimet. Pra, janë derdhur fjala bie deri në muajin qershor të 2026-s tek puna e vjetër që ke qenë. Po them kotë, sepse nuk e di deri kur keni qenë atje. Unë jam largu, jam larguar, edhe kom shku po prapë aty në shkurt, kom shku po prapë aty. E qartë. Ku pas qenë. Po pra, por tek puna e re këtë duhet kesh parasysh që përveç se ti ke rënë dakord për pagën që do punosh, nëse je me sigurime apo nuk je me sigurime, nëse puna e re që ke shkuar aktualisht të derdh kontribute apo jo. Po, të kuptova. Dhe për vitet e sigurimeve, pra për vitet e punës, ti duhet të interesohesh dhe i nxjerr te ISSH-ja, pavarësisht se ti ke në librez ato që ke mbajtur, se nuk e di se si i ke mbajtur. Okay. Më kuptoni? Po, të kuptova. Në fal. Dhe pa vite që s'kopom, që kemë po s'koqon. Mësoj se s'to njihen. Si u kuptova me thënë të drejtën se... Kam një 3-4 vjetë pas siguracion. E qartë, nuk ka problem, i nxjerr ISSH-ja. Se dhe sa vite ju duhe më pas për të marrë pension minimal apo maksimal, se nuk e di sa vite keni. Kështu që te një sportel ISSH mund të interesohesh me kartën e identitetit emër mbi emër. Faleminderit shumë që telefonuat. Edhe ju dhe kemi ardhur në fund të emisionit.